Flihet atë natën... Greke. Atë natë greke. Atë natë që ure Valbonën në televotim. Ke bërë një tull gjumë, shoku imi nderuar. Edhe po gërrje kemi shumë. Për një sekund. Edhe më kujtove gjyshen. Gjysha gërrinte gjithë natën. Kisha marrë gjash jetësues. Kisha marrë që t'je... Mirë. Më kujtove gjyshen, gërrinte gjithë natën, pastaj nalinte edhe ne pa gjumë. Edhe në mëngjes thoshte... Ketë drejt, Lori. Lori. E prishe intervjist. Mos ja thuaj, se e hikin trurin, lëre. Po, tash, shikot fare. Lëre mos ja thuaj mëngjes, lëre ti dali... Ta vazhdo mohabetin, edhe gjyshja ime ja bënte kështu. Ua, thoshte në mëngjes, s'kam fitur fare më. Ndërkohë ne pes kishim mbi të sytë fare në gjyshës. Edhe, dhe mërzisa pak tash, nga smoja pak, apo... Tash i shumë mbajtame të mira, unë këtë kam bjor intervistë bukur. I plasa bukur është jeta. Hajde për te intervistës. Ti dje, kur thanë kush do që do dali nominim. E pe që shumica ishin kundra Jozit? Po. E kuptoj. Ti e që këta i kanë shkuar kundra të gjithë Jozit? Jozi ka shkuar kundra. A, se si ka digjuar? S'ka bërë si thonë ata, mendoj unë. Shiko, është që Jozi ka dashur të luan të ndryshe, po pa e bërë gjën të qartë. Unë e kuptoj pse bën. Po ku duhet ta bëj qartë? Mund të ta bëj ty, po jo atyre. Pse duhet ta bëj atyre, Lori? Po tashi, ata e morën goxhajnat, edhe ata preferojnë kështu. Po preferojnë, po ti me si shkon pas fjesë atyre, ti bëjlojnë tënde. Unë kërkoj të jema jura lidhse dhe për të mirën e ati. Dhe ti dje thua Danja, nuk del Danja. Kush do të dali Danja? Ti e kishe debatin dhe me Danja, po që të dali Danja, ose të dali dikush tjetër, duhet këtë debat të vej në vënd të vetë. Janë për dalë njërës para Danjës të bjerë. No. Po, no. Ti ke kellin për dalë. Jenë të rezia për sja. Ke Aldon për dalë, që s'ka për asë gjë. Unë Danja me Aldon e i vë një nivel. Në një nivel. Po gjithsesi, Danja ka një debat të hapur me ty dhe me 2-3 vetat të tjerë. Më beso Rozin, kur ato i... Po ka me Gerdën, ka debat. E ka mbyllur. Ka, jo, se ka mbyllur, ta garantojmë që se ka... Ja do të asho. Po ti kur të vinë... Mos e vini këtë Danjën, se nuk... Ajo që ka bërë një Danja ishte për dalë qatë nga... Si kur t'ishte në minim, Danja do t'inte. Ullu pak, sepse të shpifësh diçka të tillë në ethet e finales... Lori, unë nuk kam qenë aty në bisedat e juja. Unë po them rastin e djeshëm, unë nuk më intereson kjo gjëja. Kjo gjëja është mes te dhe Danjës, mes te Gerdës punë të veta, e kupton? Unë kam qenë e para që e kam iniciu këtë gjë dhe ti e di shumë mirë. Po. Ashtu ideja. Kështu që unë nuk ndërryte kjo. Çka kam pas për t'ia thënë Danjës, ja kam thënë kanë dalë dhe në Prime. Edhe kur doli klipi me çuna, unë ja thash gjërat e mia, çka kam menduar, e kupton? Jam sqaruar për shembull. Po nuk fola dot shumë edhe për shembull kam tentuar. Unë jam sqaruar me Danjën. Çfarë më keni parë ju me Danjën herët e para? Që thoni ka ndër. Ti besoj nëse ke Unë jam sqaruar me Danjën. Je sqaruar, po ja kam thënë. Je sqaruar. Prap ke mendimin tënd për atë rast. Vazhdo në ke? Patjetër që e kam. Edhe nuk e kam ndryshuar. Patjetër. Je sqaruar që dashur të Jo jam sqaruar, jo jam sqaruar, mo. Ja kam thënë mendimin tim dhe i kam thënë 1, 2, 3, 4, për këto i mendoj. E kupton? Tani ka një kontradikt. Po jo, nuk i pranon në zëmra. Shiko. Si pranon? O Lori, po mirë. O Lori. Sepse të detyron gjithmonë ty, i pranosh ato të tuat, ajo ato sajat si pranon kurrën e kurrës. Shiko, ne jemi këtu për të thënë gjërat tona si mendojmë ne. Nuk jemi këtu përse unë nuk jam këtu për të thënë ti mua ato që dua unë dëgjoj, e kupton? Ato që janë jashtë kuptojnë kush e ka gabim dhe kush nuk e ka gabim dhe ka një televotim në dorë që na mbajnë ose na nxjerrin nga shtëpia. Unë për shumë ato herët që kam diskutu me Danjën këtu, kam diskutu për t'i thënë këto gjërat e mia. 1, 2, 3, 4. 2-3 herët e tjera kam diskutu për punën e Eglit që i kam thënë, mos u bëj një Rozi e dytë. Okej?